Në parim të projekt buxhetit të mbrojtjes 2026, pata mundësinë që të kisha bisedime shtriruse me të gjithë anëtarët e komisionit, të merrja pyetjet e tyre dhe patjetër të jepja dhe përgjigjet për sa i përket qoftë performancës buxhetore financiare të Ministrisë së Mbrojtjes vitit 25 dhe planifikimin afatmesëm dhe më konkretisht projektet që financohen në 26. Është padyshim buxheti më i lartë, më i madh i mbrojtjes që pas antarësimit të Shqipërisë në NATO. Synojmë të kapim për herë të parë vlerën 2.12% të prodhimit brendshëm bruto, duke pasur parasysh që edhe prodhimi brendshëm në vetvete është rritur me 4%. Ju jep pak a shumë një ide të përmasave të këtij projekt buxheti të ri, i cili është jo vetëm i madh në volum financiar, por edhe i qartë për sa i përket drejtimeve që financohen, kapitali njerëzor, që është aja dhe piknisja e çdo reforme që ndërmarrim për dinjitetin e personelit në uniform, për të financuar mirëqenien e familjeve të ushtarakëve, për të financuar për herë të parë statusin e ri të ushtarakëve, një kërkesë prej 2 dekadash tashmë e të gjithë ushtarakëve, qofshin këta në lirim, në rezervë apo familjarëve të tyre, me më shumë se 13 miliard lekë të disponueshme për sa i përket kapitalit njerëzor, formimit profesional, trajnimeve, stërvitjeve, në mënyrë që efektivët tanë në uniform të jenë padyshim në mesataren e natës për sa i përket të gjitha benefiteve që i takojnë të kenë. Industria ushtarake ishte një pjesë ku ndalëm në mënyrë shtriruse në komision, pati pyetje, disa dilema, disa keqkuptime, besoj unë, nga ana e opozitës, por besoj se isha shtrues nga pikpamja e të gjithë curisë për industrinë. Projekt buxheti synon që të financojë prodhimin e municioneve, prodhimin e uniformave, prodhimin e mjeteve të blinduara, një kapacitet kaq i nevojshëm prej dekadash, i cili nuk ishte në disponim nga forcat armatosura prej shumë kohësh, mjetet e emergjencave civile, dronët luftarak dhe sistemet antidron, siç e dini, sistemet antidron shumë të nevojshme, sidomos për infrastrukturat kritike në mbar Evropën, besoj e keni ndjekur vazhdimisht kërcënimet të kësaj natyre në shumë aeroporte të kontinentit ton, dhe e fundit digitalizimi dhe inovacioni si një pjesë përbërëse e programit ton qeverisës në mbar spektrin civil, po edhe në atë ushtarak, në mënyrë që forca armatosur mos jetë vetëm një forcë që reagon, po të jetë një forcë që parashikon, inovon edhe parandalon. Zoti Ministër, kam 2 pyetje për pyetjen e parë për shëndetit të interesit publik. Ju flisni për investime, por vetëm disa ditë më parë, zoti Berisha ka deklaruar publikisht se zoti Rama ju ka kërkuar dorëheqjen juve. A është e vërtetë ju ka kërkuar dorëheqjen dhe nëse po për çfarë? Unë nuk më shokojnë as pak delire të kësaj natyre, jam ambientuar me rrëfime të tilla, të cilat janë i marrë më shumë si kërcënime të zotit Berisha, i cili nuk ka frikë nga ushtrimi i pozitës drejtuesit të opozitës shqiptare për të ushtruar kërcënime,